Shkëndia, ashtu siç edhe pritej, nuk hasi në vështirësi për të siguruar 3 pikë në përballjen kundër Shkupit. Ekipi kuqezi, edhe pse me një formacion të kombinuar, arriti të regjistrojë fitore të sigurt 6-0. E veçanta e këtij takimi ishte se në përfundim të ndeshjes, futbollistët e dy ekipeve së bashku me tifogrupin ballistët u grumbulluan duke kënduar në një zë: kush nuk cen nuk është shqiptar ohej, dhe Osamir me qenë shqiptar. Anes Meliçi, i cili luajti vetëm në pjesën e parë, duke realizuar 2 gola, pas ndeshjes tha se kjo ishte një ndeshje që duhej fituar. Ishte një ndeshje që duhet ta kalojmë. Tashti gjithë e dimë se jemi në spritin final të kampionatit dhe çdo ndeshje e morrim shumë seriozisht. Për kundër faktit që shohin se shënuam 6 gola, kjo do të thotë që ishim shumë serioz dhe më vjen keq për klubin e Shkupit sepse vi nga Shkupi, aty kam lindur dhe inshallah ta kalojnë sa më shpejt këtë krizë dhe të kthehen sa më shpejt aty ku e kanë vendin, sepse klubi i Shkupit është me një histori shumë të madhe. Por kjo është futboll. Në ndeshjen tjetër të zhvilluar pas ditën e djeshme, Struga Trimlum zhgënjeu tifozët vendas me disfatën 1-2 kundër Tikfeshit, që ishte edhe disfata e 5 sezonale. Struga Trimlum vazhdon të mban pozitën e 3 në tabel me 55 pikë, apo 6 më tepër se vendi i 4. Në pjesën e dytë të ndeshjes ndodhi një skenë trishtuese. Pape Fall pati një duel të rënd me futbollistin kundërshtar Petrović, duke pësuar një goditje të rënd në krahëror, ndërsa gjatë rënjes në tokë i njëjti kishte lënduar kokën duke humbur kështu për një çast edhe vetdijen. Lojtari me urgjencë ishte transferuar në spital dhe pas ekzaminimeve mjekësore i njëjti u nënshtrua edhe në një incizim tomografik në kokë që tregoi gjendjen e tij stabile dhe të qëndrueshme, ashtu që Pape Fall pritet të rikthehet shumë shpejt me ekipin.